një vlerë e madhe e kostumografisë shqiptare. Ky është kostumi i lunxherisë. Dhe në gjitha skenat e botës, publiku kur sa kemi mbaruar koncertin dhe kemi dal jashtë dhe na ka takuar, për shumë në Francë, magnifik kostumin, kaq shumë e pëlqenin. Sa vjeçar është kostumi? Ky është 50 vjeçar, por unë kam pas një kostum tjetër në ansambër që ai ishte 100 vjeçar. Por i tretur sigurisht në kohë. Dhe kurse këto mund të jenë 200 vjeçare. Po që janë të kostumit, po këto do me është ripi i brezit, do me thënë që kapet këtu, edhe që është shumë, shisa i vjetër është, shumë i vjetër, edhe shumë punime që janë punuar, qa mrekulli ka bërë populli jonë. Shisa bukur i ka punuar. Dhe sa mirë që ju i keni ruajtur dhe i mbani edhe kostumin 50 vjeçar. Patjetër.